Kur mbërrita në Francë, mbaja në duar vetëm një valixhe të vjetër dhe një fjalor të vogël shqip frëngjisht. Kishte qenë ëndra ime për vite me radhë të punoja jashtë, të siguroja një jetë më të mirë për prindërit dhe motrën time në Shqipëri. Pas shumë kërkesash dhe intervistash, më në fund gjeta një vend pune në një fabrik paketimi në periferi të Lyonit. Ishte punë e rëndë, por më duhej, qysh në ditën e parë, ndjeva diçka të çuditshme në ajër. Koleget e mia, kryesisht gra franceze dhe polake, më shikoni me sy të ftohtë. Kur prezantova veten, njëra prej tyre, një grua e gjatë me flokë të verdhë, më pyeti me një buzëqeshje të shtirur: "Shqiptare apo jo?" Këtu kemi pasur njëherë një nga vendi yt na vodhi gjysmën e magazinës, të tjera qeshën, dhe unë ndjeva gjakun që më ngjitej në faqe. Nuk fola, thjesht ula në vendin tim dhe nisa të punoja. Ditët që pasuan ishin më të vështira të jetës sime. Më tallnin për çdo gjë, për theksin, për mënyrën si vishesha, për faktin që haja ushqim të sjell nga shtëpia. Shqiptarët dhe byrekët e tyre, dëgjova një ditë. Në pushimet e drekës u lesha vetëm në një cep, pranë frigoriferit me një sendviç të ftohtë. Askush nuk më afrohej. Edhe kur kërkoja ndihmë për ndonjë makineri që nuk dija ta përdorja, më injoronin ose më flisnin me ironi. Një mëngjes, ndërsa po mbushja kutit me produkte, njëra prej tyre më shtyu me bëryl, si pa dashje: "Kujdes, shqiptare, këtu nuk jemi në malet e tuaja." Këtë herë nuk durova. E shikova drejt në sy dhe i thash: "Nuk të kam bërë asgjë." Ajo qeshi me përçmim: "Ti nuk duhet të ishe fare këtu." Në atë moment, pronari i fabrikës, zoti Duval, po kalonte aty pranë. Ishte një burr rreth të 50-tave, i qetë, gjithmonë me një vështrim të matur. Ai pa gjithë skenën dhe u ndal. "Çfarë po ndodh këtu?" pyeti me ton serioz. Gratë u përpoqën të buzëqeshnin. "Asgjë zotëri, vetëm pak shaka," tha njëra, por ai nuk u duki bindur. Sytë e tij u ndalën tek unë. Vura re se si më vështroi, si për të lexuar në fytyrën time gjithë historinë që unë po përpiqesha ta fshehja me dinjitet. "Zonjush, a çdo gjë në rregull?" më pyeti. Nuk fola. Nuk doja të humbisja punën, por sytë e mi e tradhtuan. Atë ditë, pas orarit, ai më thiri në zyrë. "E di çfarë po ndodh në fabrik," më tha me ton të butë. "Nuk dua që asnjë punonjës të ndihet i përbuzur këtu." Në atë çast, sytë më mbushën me lot. Ishte hera e parë që dikush në atë vend më fliste me mirësi. Nuk e dija se çfarë do të ndodhte më pas, por për herë të parë ndjeva se ndoshta nuk isha e vetme. Të nesërmen, kur u ktheva në punë, atmosfera në fabrik dukej më ndryshe. Nuk dija pse, por ndjehej një lloj qetësie e çuditshme, sikur diçka kishte ndodhur gjatë natës. Gratë që më kishin tallur zakonisht nuk po flisnin shumë. Zoti Duval u shfaq herët atë mëngjes dhe i mblodhi të gjithë punëtorët në sallën e madhe. "Dua t'ju kujtoj diçka," tha ai me një zë të prerë, ndërsa të gjithë heshtën. "Kjo fabrik është ndërtuar mbi respektin dhe punën e ndershme. Nuk më intereson nga cili vend jeni, çfarë gjuhë flisni, apo si dukeni. Kushdo që sjell përçarje apo diskriminim, nuk ka vend këtu." Asnjë nuk foli. Unë qëndrova në fund me duart e mbledhura, e hutuar. Ishte e qartë që po fliste për mua, por nuk e përmendi emrin tim. Për herë të parë ndjeva se dikush më kishte mbrojtur pa kërkuar asgjë në këmbim. Pas mbledhjes, disa kolege më shikuan me përbuzje të fshehtë. Njëra prej tyre, ajo me flokët e verdh, më kaloi pranë dhe pëshpëriti. "E pas ka marrë në qafë shqiptarja, tani duhet të sillemi si në kish." Por nuk i kushtova vëmendje. Thjesht vazhdova punën time, e përqendruar me një forcë të re që se kisha ndjer më parë. Disa ditë më vonë, zoti Duval më thiri sërish në zyrë. "E kam vënë re për kushtimin tënd," më tha ai. "Punon më shumë se të gjithë dhe asnjëherë nuk ankohet. Do të doja të vendosja si përgjegjëse e turnit të pasdites." Sytë më u zgjeruan. "Unë? Por, nuk kam shumë eksperiencë dhe nuk di mirë frëngjisht," ai buzëqeshi lehtë. "Do mësojmë bashkë. Do të ndihmoj." Që nga ajo ditë, çdo mbrëmje pas pune, ai më qëndronte për disa minuta në fabrik. Më mësonte fjalë të reja, më tregonte si të komunikoja më mirë me të tjerët dhe si të drejtoja grupin. Fillova të kuptoja jo vetëm gjuhën, por edhe njerëzit. Në një nga ato net, ndërsa po mbyllnim dokumentet, ai më pyeti: "Pse erdhe në Francë, Elira?" Emri im ra në ajër si diçka e brisht. Unë ndjeva e pa vend për një moment. "Për t'i ndihmuar prindërit," i thash. "Babai është sëmur, motra ende studion. Këtu është e vetmja mënyrë për të dërguar para." Ai uli kokën dhe heshti për disa sekonda. "Je shumë e fortë," tha më në fund. "Njerëz si ti më kujtojnë pse duhet t'u japim shanse të gjithë emigrantëve." Me kalimin e javëve, punonjësit filluan ta shihnin ndryshe.
Disa prej tyre madje kërkonin ndihmën time për të rregulluar makineritë ose për të planifikuar punën. Nuk isha më shqiptarja që duhej të heshte, por një pjesë e rëndësishme e fabrikës, një mbrëmje ndërsa po dilnim nga godina, ajo gruaja që më kishte shtyrë më parë, më ndaloi në derë. Elira, më vjen keq, tha me zë të ulët. Nuk të njihja. Thjesht kështu jemi mësuar të kemi paragjykime. Nuk e di pse, por në vend që ta urreja ndjeva keqardhje për të. Nuk ka problem, i thash. Njerëzit mësojnë me kohën. Por ajo që ndodhi pas asaj nate do ta ndryshonte jetën time përfundimisht. Një aksident në fabrikë që do të provonte sa e thellë mund të jetë mirësia njerëzore. Ishte një mëngjes i ftohtë dimri kur gjithçka ndryshoi. Bora kishte mbuluar rrugët dhe era e akullt përplasej fort në dritaret e fabrikës. Brenda, makineritë punonin me zhurmë të pandalshme. Dhe ne ishim të gjithë të përqendruar për të përfunduar një porosi të madhe. Unë, si përgjegjëse e turnit, duhej të kujdesesha që gjithçka të ecte sipas planit. Në mes të turmës së zhurmshme, një nga makineritë filloi të bënte një tingull të çuditshëm. I afrova me kujdes dhe vura re se ripi i transportit po lëvizej me shpejtësi të pasigurt. U ula për ta ndaluar, por në atë moment ndodhi diçka që se harroj dot kurrë. Njëra nga punëtoret, Mariane, një grua që kurs më kishte duruar, u përpoq të rregullonte një kuti të ngecur pa ndalur makinën. Në një sekond, mënga e saj u kap nga ripi rrotullues. Ajo nisi të bërtas. Pa menduar dy herë, u hodha drejt saj dhe arrita t'i tërhiqja krahun përpara se makina ta përpinte krejtësisht. Por ndërsa e shpëtova atë, dora ime mbeti e kapur. Dëgjova një krisje të fortë dhe dhimbja më përfshiu trupin si zjarr. Gjithçka ndodhi shpejt, britma, paniku, njerëzit që vraponin. Dikush ndaloi makineritë. Kur hapa syt, pash zotin Duval që vraponte drejt meje, fytyra e tij e zbehur nga frika. Ai ul pranë meje, më mbajti dorën dhe bërtiti. Ambulancë. Shpejt, unë mezi merja frym. Unë jam mirë, pëshpërita, ai mu afrua më shumë. Jo, Elira, ti nuk je vetëm punëtore këtu. Ti je njeri, dhe unë nuk do të lejoj që të lëndohesh për shkak të punës sime. Në spital zbulova se kisha thyer 2 gishta dhe duhet të qëndroja disa javë pa punuar. Mendova se do të më pushonin, por ditën që u zgjova pas operacionit, në derë u shfaq zoti Duval me një buqet lulesh të bardha. Fabrika do të vazhdoj, më tha me një buzëqeshje të butë, por pa ty nuk do të jetë e njëjta. Do të paguaj gjatë gjithë kohës që do të shërohesh. Lotët më rodhën pa e kuptuar. Askush nuk më kishte trajtuar kur me aq dinjitet e kujdes. Pse po e bëni këtë për mua? E pyeta, ai uli kokën dhe pastaj më pa drejt në sy. Sepse ti më tregove çfarë do të thotë të jesh i fortë, dhe ndoshta sepse më kujton dik që kam humbur dikur. Ato fjalë më mbetën në mendje për ne të tëra. Fillova ta shihja ndryshe, jo si një pronar të ftohtë, por si një njeri që kishte zemër të butë, ndoshta të plagosur si unë. Kur u ktheva në punë, më pritëm me duartrokitje. Edhe Mariane, ajo që më kishte tallur më shumë, erdhi dhe më përqafoi me lot në sy. Ti më shpëtove jetën, Elira. Nuk do ta harroj kurrë, që nga ajo ditë gjithçka ndryshoi në fabrikë. Njerëzit filluan të sillen me respekt, të ndihmonin njëri tjetrin. Dhe unë, një vajzë shqiptare që dikur e përqeshnin, u bëra shembulli i asaj se si forca, durimi dhe mirësia mund të ndryshojnë zemrat e njerëzve. Por marrëdhënia ime me zotin Duval po bëhej gjithnjë më afërt dhe brenda meje linte një ndjenjë që s'doja ta pranoja. Ishte fillimi i diçkaje që do të më vinte në provë midis mirënjohjes dhe dashurisë. Ditët kalonin ngadalë, por për mua çdo ditë në fabrikë kishte marrë një ngjyrim të ri. Nuk ishte më thjesht puna ime. Ishte një vend ku ndihesha e vlefshme, e respektuar, e parë. Dhe gjithçka në një mënyrë apo tjetër lidhej me të me zotin Duval. Pas aksidentit, ai vinte shpesh në turnin tim. Ndonjëherë thjesht për të parë si po shkonin gjërat. Por gjithmonë dalej disa minuta për të folur me mua. Flisnim për çdo gjë. Për jetën në Francë, për fëmijërinë time në Shqipëri. Për malin përballë shtëpisë sime ku dikur shkoja të mblidhja lule me motrën. Ai më dëgjonte me një vëmendje që se kisha parë askush tjetër. Një mbrëmje, pasi punëtorët ishin larguar, mbetëm vetëm në zyrë. Ai po kontrollonte disa dokumente dhe unë po rendisja fletët e punës për ditën tjetër. Heshtja ishte e butë, e ngrohtë. Papritur ai ngriti kokën dhe më tha: "E di, Elira, që në fillim kur të pash mu kujtua vajza ime, u befasova. Vajza juaj." Ai pohoi me kokë me një buzëqeshje të zymt, "Quhej Amlie. Vdiq 5 vjet më parë në një aksident me makinë. Kishte po aq kuraj sa ti. Po aq dritë në sy." Zëri i tij u drodh në fund të fjalisë. Për disa sekonda asnjëri nuk foli. Unë ndjeva se si diçka më shtrëngoi në gjoks.
Më vjen keq, thash ngadalë. Nuk e dija. Ai mbylli syt për një çast. Të gjithë e shohin si një pronar të ftohtë, por që kur ajo iku se kam ditur më çfarë është jeta. Derisa erdhe ti. Ti më rikujtove ndjesinë e kujdesit, zëri i tij ishte i thellë, i sinqert. Ndjeva syt që më digjnin. Nuk dija çfarë të thosha. Mbeta e heshtur me duar që më dridheshin mbi tavolinë. Kur u ngrita për t'u larguar, ai mu afrua pas një fjalë dhe më vendosi një shall të ngrohtë në qafë. Jashtë bën ftohtë, tha me ton të butë. Nuk dua që të sëmuresh, atë natë nuk fjeta dot. Çdo fjalë, çdo shikim, çdo gest i tij më sillte një ndjesi që se njihja më parë. Një përzierje ngrohtësie, frike dhe diçkaje më të thellë. Nuk doja të lejoja që zemra ime të shkonin aq larg. Ai ishte pronari im, shumë i madh në moshë, dhe unë, një emigrante që mezi kishte filluar të ngrej kokën. Por ndjenjat nuk pyesin për rregulla. Një javë më vonë, fabrika organizoi një darkë për fundin e vitit. Kishte muzikë, drita, verë. Unë s'kisha ndërmend të shkoja, por ai më ftoi personalisht. E meriton të jesh aty, më tha. Pa ty, kjo fabrikë nuk do të ishte ajo që është sot. Në darkë, të gjithë më përshëndetën me duartrokitje. Për herë të parë ndjeva veten pjesë e një familjeje. Në fund të mbrëmjes, ndërsa muzika binte e butë në sfond, ai më afroi dorën. Do kërcesh me mua, nuk munda të refuzoj. Duart tona u bashkuan, dhe për disa minuta bota u zhdu. Ishim vetëm ne të dy, nën dritat e zbehta. Ai më pa në sy dhe unë ndjeva se si diçka e padukshme na lidhte, diçka që s'mund të thuhej me fjalë. Kur muzika mbaroi, ai më përshpëriti në vesh. Elira, nuk dua të humbas dik tjetër që më bën të ndihem gjallë. Ato fjalë më lan pa frym. E dija që çfarë po linte midis nesh nuk ishte e lehtë. As për mua, as për të. Por në sytë e tij pash një dhimbje të thellë dhe një dashuri të pastër që nuk mund ta mohoja. Në ditët që pasuan, lidhja jon u bë më e fortë, por edhe më e fshehtë. Askush nuk duhej ta dinte. Punëtorët e tjerë filluan të përgjonin, të flisnin me nënkuptime. Dhe thashe themet po bëheshin të rrezikshme. Thashe themet filluan të qarkullonin në mënyrë të frikshme shpejt. Në fillim ishin përshpërima në korridor. Pastaj u kthyen në fjalë të hapura në dhomat e pushimit. Elira po fle me shefin. Shqiptarja ka gjetur mënyrën më të shpejtë për të ngjitur në pozicion. Nuk është e ndershme ajo vajzë. Unë i dëgjoja, i ndjeja në ajër, por heshtja. Përpiqesha të mos i jepja rëndësi. Por brenda meje çdo fjalë më priste si thik. Nuk doja që askush të mendonte se gjithçka që kisha arritur kishte ardhur fal një lidhjeje, dhe jo fal punës sime. Edhe Zoti Duvale kishte vënë retensionin. Një mëngjes, ndërsa po kontrollonim raportet, ai mu afrua dhe më tha me zë të ulët. Po flasin shumë. Nëse dëshiron mund të marrësh disa ditë pushim, e pash drejt në sy. Jo, i thash. Nuk do të iki. Nuk kam bërë asgjë për të fshehur. Ai buzëqeshi lehtë, me një lloj krenarie të butë, por në sytë e tij pash frikë. Ai e dinte që fjala e njerëzve mund të shkatërrojë më shumë se çdo aksident. Të nesërmen, ndërsa po dilja nga fabrika, Mariane më doli përpara. Ishte e qetë, por në zërin e saj kishte helm. U bëre e rëndësishme, apo jo? Nga shqiptare harruar, tani zonja e drejtorit, e pash pa thënë asgjë. Mos mendo se do ta kesh të lehtë, shtoi ajo. Njerëzit këtu nuk e falin dot që dikush si ti të ngjitet aq lart. U ktheva në shtëpi me një ndjenjë boshllëku. Isha vetëm në një dhomë të vogël me qira, dritaret fishkëllenin nga era e dimrit. Dhe në pasqyrë pash një fytyrë që se njihja më. E lodhur, e brisht, me sy të mbushur me trishtim. Pse gjithmonë duhet të luftoja për të dëshmuar se isha njeri. Në ditët që pasuan, presioni u shtua. Drejtuesit e kompanisë kishin filluar të marrin ankesa nga punëtorët. Disa kërcënonin se do të largoheshin nëse shqiptarja e shefit nuk shkarkohej. Një pasdite Duval më thiri në zyrë. Elira, duhet të flasim. Zëri i tij ishte i thyer. Nuk dua të ndodh kjo, por më kanë vënë përballë një zgjedhje. Ose të transferoj në një deg tjetër, ose të përballem me një bojkot të punëtorëve. Fjalët e tij më shuan frymën. Pra duhet të iki, pyeta me zë të mekur, ai uli syt. Nuk dua të largoj, por nuk mund të lejoj që të gjithë të kthehen kundër teje. Dua që të jesh e sigurt, Elira, atë mbrëmje u ndam pa fjalë. Ai më përcolli deri te dera e fabrikës, por asnjëri nuk guxoi të shihte tjetrin në sy. Më pas, gjatë natës, mora një mesazh në telefonin tim të vjetër. Do të gjej një mënyrë. Mos humb besimin. Kaluan disa ditë pa e parë. Mungesa e tij më rëndonte më shumë se çdo fjalë që kisha dëgjuar ndonjëherë. Por në heshtje po ndodhte diçka.
Ai po luftonte për mua. Një javë më vonë, drejtoria qendrore njoftoi se do të hapej një fabrikë e re në qytetin e vogël Clermont. Duval ishte caktuar si drejtues i përgjithshëm dhe unë si përgjegjëse e prodhimit. Kur mora lajmin, nuk dija nëse duhet të qaja apo të qeshja. Në darkë më telefonoi për herë të parë pas shumë ditësh. Elira, gjithçka është gati. Aty do jemi vetëm ne. Pa fjalë, pa urrëtie. Vetëm punë dhe ndoshta pak qetësi, fjalët e tij më tronditën. E kuptova se ai nuk po fliste vetëm për punë, po më ofronte një jetë të re, një fillim të pastër. Por unë e dija se një rrugë e tillë nuk do të ishte pa pasoja. Natën para nisjes për Clermont, Elira se mbylli dot syt. Në valixhen e saj të vogël kishte futur pak rroba, disa letra nga familja në Shqipëri dhe një shall. Po ai që ja kishte dhuruar Duval atë dimër të ftohtë. Çdo send kishte kujtime dhe çdo kujtime digjte. Në mëngjes qyteti ishte i mbuluar me mjegull. Ndërsa autobusi nisi nga Lion, ajo pa përmes xhamit siluetën e fabrikës që dikur e kishte bërë të qante çdo natë, dhe tani e linte pasi një jetë të vjetër. Kur mbërriti në Clermont, Duval e priti në stacion. Kishte në dorë një buqet të thjesht me lule të verdha. Mirë se vjen Elira, tha me një zë të qetë që megjithatë i dridhej. Ajo buzëqeshi lehtë, pa fjalë. U nisën së bashku drejt fabrikës së re, një godim moderne, e zbrazët ende nga zhurmat e punës. Këtu do fillojmë gjithçka nga e para, i tha ai. Pa paragjykime. Vetëm njerëz që duan të punojnë, ditët e para ishin të mbushura me lodhje. Por edhe me një ndjenjë çlirimi. Punëtorët e rinj e trajtonin me respekt, pa pyetje për origjinën, pa tallje. Në mbrëmje, ajo dhe Duval shpesh qëndronin në zyrë deri vonë, duke planifikuar oraret dhe ndarjen e punës. Por pas orës 8, kur dritat e fabrikës zbeheshin, bisedat kalonin nga puna në jetën e tyre. Ai i tregonte për gruan që e kishte lënë pas vdekjes së vajzës, për netët e gjata të vetmisë. Ajo i rrëfente për nënën që ende priste çdo muaj një zarf me pak para dhe një letër të shkurtër me fjalë ngushëlluese. Një natë, ndërsa ishin ulur përballë njëri tjetrit në zyrën e heshtur, Duval mori frymthell. Elira, nuk dua të vë në vështirësi, por nuk mund ta fsheh më. Të dua, jo si pronari yt, as si një burr që kërkon ngushëllim. Të dua sepse më bëre të besoj përsëri në jetë. Fjalët e tij ranë në ajër si një rufe e butë. Elira uli sy. Zemra e rrihte fort, por në mendje i shfaqeshin fytyrat e njerëzve që e kishin përçmuar, që do t'i hidhnin balt përsëri po ta mësonin. Nuk e di nëse mundem, tha më në fund me zë të ulët. Kam frikë. Jo nga dashuria, por nga ajo që vjen pas saj. Ai u ngrit dhe ju afrua, atëherë mos ki frikë. Do e mbroj unë. Në javët që pasuan, lidhja e tyre u bë më e fortë, por sërish e fshehtë. Ata punonin krah për krah, por në sytë të tjerëve ishin vetëm kolegë. Netëve, kur fabrika mbyllej, shkonin për shëtitje në për rrugët e qeta të Clermontit, flisnin për jetën, për ëndrat, për një shtëpi të vogël buz liçeni që ndoshta një ditë do ta ndanin. Por jeta rrallë dashuritë e tilla të qeta. Një nga menaxherët e vjetër që kishte ardhur nga Lion për të inspektuar fabrikën, i pa bashk një mbrëmje në parking. Të nesërmen në mëngjes, zyrat e kompanisë kishin marrë një raport. Duval ka marrë në punë një emigrante shqiptare me të cilën ka lidhje personale. Kur letra mbërriti në duart e bordit drejtues, gjithçka u trondi. Duval u thirr urgjentisht në Paris për t'u sqaruar. Para se të nisej, ai e gjeti Elirën në zyrë me sytë e mbushur me lot. Mos shko, i tha ajo, ata do të fajsojnë për gjithçka. Ai mori duart e saj, e di. Por më mirë të humbas punën, se sa të humbas ty të nesërmen, fabrika qëndroi e heshtur. Elira priste një telefonat që nuk erdhi kurrë. Ditën tjetër, një zarf i bardhë arriti në derë. Ishte letra e dorëheqjes së Duvalit e shkruar me dorë. Ata nuk e kuptuan kur dashurinë, Elira. Por mos harro, në çdo vend ku ka dritë, dikush e ka sjell me sakrificë. Ti je drita ime. Ajo qau gjatë, por kur u ngrit, nuk ishte më vajza që dikur e kishin tallur. Ishte grua që kishte mësuar se dashuria mund të lëndoj, por edhe të bëj më të fortë. Në vitet që pasuan, Elira mori drejtimin e fabrikës. Ajo u bë shembull i respektit e drejtësisë për çdo punëtor, pavarësisht kombësisë. Dhe sa herë që binte bora e parë, ajo vishte shallin e vjetër të Duvalit dhe dilte jashtë, duke buzëqeshur në qiellin e bardhë të Francës. Në heshtje e dinte. Dashuritë e vërteta nuk humbasin kurrë. Ato thjesht jetojnë në forma të tjera.